Kryetarët të komunave që udhëhiqen nga LDK-ja në ditën e 22 të fushatës kanë prezantuar projektet e realizuara, teksa pretendentet për udhëheqje lokale kanë shpalosur zotime për mandatet që i synojnë. Në Prishtinë përparim Rama ka prezantuar projektin e transformimit të parkingut përballë Bankës Qendrore të Kosovës në park për qytetarë. Këtu përballë BÇK-s në parkun tash të mrekullueshëm që ka qenë parking përpara me drejtoren Sokolin, është bë me të vërtetë një punë e mirë, ku tash edhe fëmijët, edhe të gjithë qytetarët mund të kalojnë kohë të mirë këtu përkundër faktit se na ka ftohtë pak koha. Në Podujev, kandidati Ekrem Hyseni u ka premtuar grave të komunës se gjatë mandatit të tij do të jenë në qendër të vëmendjes së qeverisjes. Rrugtimi historik i vendit tonë, po edhe i femnës në përgjithësi, ka tregu vërtet që shtyll në familje ka qenë edhe heroin gruaja. Arber Ismaili, që e synon postin e kryetarit në Gjilan, u ka premtuar qytetarëve të Zhegrës furnizim të pandërprer me ujë të peshëm e asfaltim të rrugëve, teksa në lagjën dhe Ujbardh është zëtuar të ndërtoj qerdhe, udhkryq si dhe të siguroj transport për nxënësit. Furnizim 24 orë në ditë me ujë të peshëm e infrastrukturë moderne për zona ekonomike u ka premtuar bizneseve në Prizren, kandidati për kryetar Driton Selmanaj. Pagun taksa, zhvillojnë një aktivitet të jashtëzakonshëm ekonomik, por nuk marrin asgjë nga komuna. Komuna e u merr para për taksat e tyre, por ndërkohë nuk ka kthen fare atyre me shërbime. E tërë kjo zonë, që është një hapësirë bukur e madhe, nuk kanë madje as kanalizim dhe rrjet të ujit pishëm. Rënd, papranueshme. Prandaj, në qeverisin time, kjo çështje do të takojë skaluarës. Në Istok, kandidati Ilir Ferati është zëtuar se në rast se siguron udhëheqjen e komunës, prioritet do t'i ketë arsimin, rinin, ekonomin dhe zhvillimin rural. E në Jonik, kandidati Rushdi Shehu ka bërë thirrje për mobilizim të Mërgatës, duke theksuar se vota e tyre në zgjedhjet e 12 tetorit është vendimtare për fitoren sipas tij pa balotazh.